formën. Humbje tjetër e rëndje në Ferizaj për do zhvillohen në 2 ndeshje tjera pas kësaj nga ora 14 Malisheva Gjilani për të mbyllur Gjorçkanes drejt teknikut francez. 10 minuta 22 në fund të minutës 18 Dugaxhi. Jen Arkimi. Asnjë reagim nga Prishtina pas disa avantazhet. Është Ardi Ajdini. Arkimi drejt Gnapit. Ideja ishte për të kombinuar Gnapi me Kryeziun në Rilani Islami, pasimi i gjatë i tij për Kryeziun. Me i fund që për dalje në anën tjetër. Islami sa mirë pasimi te Gnapi. E pa vendosur mbrojtja Aksel Gnapi. Pasimi në krahun tjetër Margo. I shpejt perfekt Islami. Shihni hapësira që i pati Gnapi. Kërkoi ta gjej Krasniqin. Margonos Prishtina mbi 70 minuta lojë kanë kaluar. Kryeziut, gjyqtari ka dhënë përparësi Krasniqi, në anën tjetër është Gnapi, goditja! Prishtina si rrallë herë pa vendosur mbrojtja e Dugaxhinit. Aksel Gnapi me të majtën të mirë drejt Krasniqit. Vjen Arkimi, kjo goditje! Ilir Syla largon topin Islami. Limani goditja me kokë. Margono bashkëpunoi me dikë nga Cetijet. Pasimi prapa. Në zonë Shillova. E nxjerr topin jashtë, goditja nga distanca qendrore. Pasimi i gjatë sërish nga Nika.